Atëherë jo vetëm trajner profesional që 25 vite, po ke marrë edhe disa çmime në Evropë si kampioni i Kosovës. Qëra unë normal që rrugtimin tem e kom nisë me drejt futbollit. U pata lëndu edhe dola në fitness, dikon në 2000, o viti 2000, si 17 vjeçare dhe prej atjerit jam fitness. Do me thonë, 25 vjetin e kam si vjetë. I kena pas do ide shumë mirë edhe na kanë dhejtë kështu që kena pas një farë maksimi me po do për na mesin për janar, edhe kështu që prej 2015 fillova me gara, ja nisa më pregadit, normal vend tonin gjithmonë do të me shkel njerë pragin e shtëpisë tonë. U bona kampion Kosovë, kampion Kosovë Zvicër shkova, u bona 2 herë kampion Zvicër, të përfasu Kosovë, medaljes Ballkanik, jam 4 herë e kom përfasu Kosovë në gara botërore, evropiane, dikon 10 titri kam Kosovës, si kampion, edhe kështu që nuk e kom ditë që kam e shku qka që gatë rëktimi jam, po në fitness e kom një gjithë që kam u konë shumë gatë, për shkak që edhe mërzijat, edhe sfidat, edhe një djalli të ri, një farë moshe, kër e ki një farë adoleshente që kanë eri e pezës dhe shka vanë, e kom gjithë shumë bështetjen në fitness.